castinget. A ti e në kali aty mrapa? Cili? Jo, a ti ke hypë në kali pa mendoj? Jo, se kuptova pyetjen, nuk thash a ti e kali, po a ti e në kali. Pak më dramatizu. Se ti thot, sikur ai Ramiz, se tha Ramiz kryetari i Dornazit, Ramiz Ladrosi. Ramiz Ladrosi. Delra me gjeni në foto dham të shëndelia gjeni. Pak më të dramatizu. E fort ishte kjo. Kjo është shfaqja ime e dytë, domethënë teatrin e Alldorfit, këtu kam pasur rol kryesor. Çfarë roli ke pas? Këtu kam luajtur antagonistin e Willem Tellit. Fogti, që që pa. Langt Vogt Gessler. Edhe ka qenë një, si të them, një sfidë në vete për mua, se ishte hera e parë të luash në një shfaqje historike zvicrane. Okej. Edhe për mua ishte vërtet një kafshat që jo që nuk muja ta përbi, po i kushtova shumë rëndësi që, si them, se ishte për mua hapi i parë i rëndësishëm për të integruar në kulturën zvicrane, ose në teatr, më mirë thënë, në teatr të Zvicrës. Qysh ke bashkëpunimi me aktorët zvicran? Edhe a ka ndonjë dallim mes teatrit shqiptar edhe teatrit? Shive, dallimi është shumë i madh, sepse unë në Zvicër praktikoj teatr të stilit ensemble. Në këtë teatr, domethënë, pjesëmarrës kanë qenë diku mbi 100 aktorë që kanë qenë në skenë. Kuptohet, nuk janë gjithë profesionistë. Ju e dini se në Zvicër kultura çmohet shumë edhe ke një, si të themi, ke një disa aktorë që këtu quhen lion, ndoshta ata kanë shumë më shumë role se unë si profesionist, po si amateur i bjen lion, ha? Lion, po kanë përvojë shumë të madhe, kanë për shembull 30, 40, 50 role në teatr. E kanë edhe si hobi, po këtu kanë, shumë thonë, një gradë speciale quhen lion. Nuk janë as amator, as profesionist. Ti vjen nga teatri i Maqedonisë Veriore. Ashtu. Ke studiuar diçka për art apo Po, unë kam studiuar, i takoj gjeneratës parë, faktikisht studentëve të aktrimit pranë Universitetit të Tetovës. Dhe pas kryerjes së fakultetit kam qenë i angazhuar në po të njëjtin fakultet si asistent profesor. A të ka ndihmu ty pjesa e atij për të integruar këtu, apo ka pas diferencë madhe mes njëra tjetrës? Ka ndihmu shumë. Baza është bazë. Baza është bazë. Baza është bazë. Tash përvoja bën vetën, nuk kisha përvoja të tilla, të themi të luash me ensemble, se ke neve praktikohen, domethënë, shfaqje me aktor me numër më të vogël, edhe për shkak të buxhetit, edhe për shkak të kushteve, edhe për shkak të shumë rrethanave tjera, domethënë, që i kemi fatkeqësisht kene. Këtu nuk janë ato rrethana, funksionon ndryshe, çmohen ndryshe sendet, edhe kështu që ka dallim, po baza është bazë, po, absolutisht. Me krahasu teatrin në Shqipëni, në Kosovë edhe në Maqedoninë Veriore, cili shtete ka, domethënë, aktrimin më të zhvilluar ose teatrin më të zhvilluar, a mundesh me krahasu pak? Sinqerisht nuk do të mundja t'i ndaja Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë, se neve kemi njëjtin brum. Unë i takoj gjeneratës parë, thash, kemi pas profesor nga Shqipëria, kemi pas profesor nga Kosova, e dim, unë kam studuar periudhën 1996-1999. Çështja e Kosovës ishte në atë periudhë shumë e ndërlikuar, kështu që shumë profesor të Universitetit të Prishtinës vinin në Universitetin e Tetovës, shumë profesor nga Universiteti i Tiranës vinin në Universitetin e Tetovës, kështu që unë mendoj se neve kemi të njëjtin brum. Edhe fatmirësia, të më thonë, këtë fatkeqësi që na ka ndodhur neve, po flas edhe në sferën tonë, është se neve kemi pas vërtet profesor dhe aktor të mrekullueshëm. Edhe jo rastësisht sot shqiptarët kanë aktor të jashtëzakonshëm. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni. Edhe këto neve jemi faktikisht produkti atyre gjeneratave që kanë punuar me tamam.